Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa ikhlasan ya rabbal alamin. Allahun e falenderojmë, selavatet tona e dërguar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun xhalla shanuhu e lutim dhe i thojmë Zotit ynë se atë e cila është e dobishme dhe na mësot kemi dobi nga ajo e cila e mësojmë në çdo diturinë, sinqeritetin dhe veprat e mira. Pasi kemi folur në takimin e fundit për imanin dhe përshkrimin që Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka bën në Kur'an me pemën e cila i ka rënjet thellë në tokë, si rezultat i këtyre rënjeve i mundsohet qëndrueshmëria dhe njëkohësisht dhënia e fryteve të saj. Është e rëndësishme të na vëllezër, mbas të asaj cilën e kemi kuptuar në ligjëratën e kaluar, se imani është gjëja më e rëndësishme me të cilën njeriu merret në jetën e tij. Njeriu në jetën e tij merret me gjëra të ndryshme. Dhe ato shpesh herë janë objektiva që njeriu ja përcakton vetes së tij, e jo rrallëherë ndodh që ato objektiva dhe ato synime dhe qëllime të ja imponoj rrethi apo shoqëria. Andaj nga dështimet dhe nga mërzit më të mëdha në ditën e shfaqjes se realitetit të punëve tona, do t'jetë kur njeriu do ta kuptoj se është marrë me ato që nuk është dashur të merret. Ka investu në ato që nuk është dashur të investohet. Ka kalu kohë në ato që nuk është dashur të kalohet kohë me të. Andaj ne përmendëm edhe në xhuman e fundit se dita e gjykimit, një nga emrat e saj është Yawmut Taghabun, dita ku njeriu ka me kuptu realisht çmimin e gjërave. E ka me kuptu se sa shtrejt i ka ble do gjana për cilat veç ka me u ndëshku për me to. E sa gjëra të tjera i kalon vlera dhe çmimi i cilave është marramendës te Allahu subhanahu wa taala, ai i kanë përfill, ai i kanë përkamb dhe nuk i ka marrë parasysh në realitetin cilën ato e kanë. E pa dëshim të nërëdhëzër se koha që njeriu e kalon në jetën e kësaj bote, duke mos u angazhu me iman, me përbërësit e imanit, me realitetin e imanit, me të vërtetën e imanit, me frytet e imanit, me ato që ushqen imanin, me ato që dëshmon prezencën e imanit në zemrat tona kështu me radhë, pa dëshim se është koha më e humbur që dikush mund ta humb në jetën e kësaj bote. Andaj e kemi pasë se sahabët na kanë tregu se metodologjia e mësimit dhe e edukimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam karshi sahabeve ka qenë kunna nata'allama al-iman. Kanë thonë ata, ne e kemi mësu më së pari imanin, e pastaj e kemi mësu Kur'anin. E kanë thonë kur e kemi mësu Kur'anin, na u ka shtu imani. Për ndryshe të nduar vëllezër, që shka mundësi me kuptu ndryshe, kur njerëzit në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kanë ndajt, disa kanë ndajt me ditë shumë të caktuara, disa me ditë pak më gjatë. Kanë ndajt dhe kanë mësu. Dhe janë kthy te populli tyre, jo që është dashur ata me dikush tjetër me u kujdes për ta, po ata pastaj janë bë kujdestar të tjerëve. Me disa ditë që ata e kanë ushqy edhe e kanë rënjos imanin e tyne në zemrat e tyne. E kuptoni? Çka i bjen që njerit me i fol 2 vjet, me i fol 3 vjet, me i fol 5 vjet, 10 vjet me i fol njerit, halon nuk kena mujt me bin që duhet më fal. E kuptoni? Halos kemi bind halos kemi arrit që imanin me embjell në zemrën e tyne,
në zemrën tonë këtë rast, po flas për detin dhe brengën e përgjithshme, që disa harame me i pa harame për imazhin harame. A kuptoni? Problem dikun, kush problem i madh. Është një për historive të nërëzër, ku një njëri e kanë gjetë me një largësi dikun, dhe ja kanë prezentua, kanë pa të adhurimet cilët ata i kanë ba, dhe ja kanë prezentu islamin. Ka thonë, Allahu Gjellëshanuhu ka thonë kështu. Ka thonë, Allahu ka thonë, dhe ja kanë ricitu disa prej ajeteve të Kur'anit. E ka pranu islamin dhe ju ka bashkangjit këty në njerëzve bashkë me ta. Kanë hec ditën sa kanë hec, deri sa kanë përfundu mbrëmje. Kur kanë orë mbrëmje nalë me një vend me pushu, edhe mas krymjes së të gjitha obligimeve ditore, ky grupi kanë dasht me ra me fjet. Tash ky për i pyet ta ka thonë, çka po doni me bon? Po doni me fjet. Ka thonë, çaj Zoti që ju më mësut, ka thonë, a flan? Ka thonë, jo nuk flan. Allahu xhallashan nuk flan. Ja ka thonë, unë po qona po falna. Ka thonë, se më vjen marre, unë me flajt e Zoti i botrave mos me flajt. Normalisht se feja na ka treguar pasaj se duhet me flajt e kështu me radhë. A mos shiqoni vëllezër nderuam, çfarë imani dhe çfarë kuptimi në raport me Allahun subhanahu wa taala. Ka thonë, më vjen marre me flajt mu, përderisa Allahu subhanahu wa taala nuk flan. A ka mundësi na me rënjosni si imani vëllezër në zemrat tona, që mi thon vetes ton, marrë be me bë do punë. Marrë be me bë do punë besimtari. E marrë me do punë tjera. Andaj vëllezër nderuam, në këtë mos përputhje mes imanit edhe asaj të cilën na e kemi në të jashtmen ton, është e domosdoshme që ta kujtojmë dhe ta përmendim sot një tematikë e cila është tepër e rëndësishme, ajo është se çka është imani. E kemi pasë pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka mësuar sahabët mas pari çka është imani, e pastaj ata kur e kanë dëgjuar Kur'anin u ka shtu bindjen dhe u ka shtu dashnin për Allahun subhanahu wa taala. Vëllezër nderuam, ne nga problematikat të cilat sot i kemi, është se na sot ndëgjojmë analist, na sot ndëgjojmë politikan, na sot ndëgjojmë njerëz të cilët rrahin gjaks për punë caktume. Madje edhe shqiptarinë edhe kombëtarinë po këshirin do me e privatizu dhe me bë prunë tyne, se vetëm ata janë poseduesit real të tyre e kështu me radhë. Pra para vetes sot ndëgjojmë shumë njerëz që flasin për shumë tema. Në rrethin tonë mos po flasim edhe për ato globale ku na sot jemi pjesë e globalizmit. Dhe në këtë grumbull të asaj që na e ndëgjojmë, dhe në grumbullin e asaj që njerëzit e pretendojnë, kemi ra prej pavetdijshëm muslimant se edhe Islami është qështu. Hoxha po flet që aty, është njëjtë si para do dite një miting që u konë dikush, që ka fol një lideri një partije që aty, një grumbullit matë njerëzve ju ka fol, ju ka tregu diqka, e mbrami është dikush që ullet në studio televizive, e në nesërmen e ndëgjën dikan atje që e ka qitë para vetës një kamerë, edhe ju ban analiza njerëzve, dhe në fund ditës, të gjithë këta po ligjerojnë diçka, po flasin diçka, dhe në regull jem se cila për ty në është relative, e pranon se pranon, beson se beson, në fund të mjafton, shpeshher mjafton me e tregu se ti je filani vetëm nga dëshira për qenë përkatësia jote e tillë. Andaj vëllezër nderuam, imani në start, qysh në fillim, në erxon këtë teori se imani dhe besimi nuk është i ngjajshëm me asnjë ligjërim tjetër, asnjë mësim tjetër, asnjë ide tjetër, asnjë propozim tjetër, asnjë platformë e plan program tjetër nuk është i ngjajshëm me imanin, nuk është i ngjajshëm me Islamin, për shkak se të gjitha të tjera njeriu mundet me i praktiku, madje edhe mundet me i thirr,
madje edhe mundet me I ligjeru pa I besu, e pa I pas në zemër. A mundet? Mundet, me bova kja me pas në një ofertë të mirë, syti qetë për filanin e për fistekën, ama I zbesan që është qashtu. Ama a I ka do interesat caktume. Ndërsa imani ka diçka që e dallon, ka diçka që e veçon për të gjitha të tjerave. Andaj ndëgjoni këtë fjalë të Hasan el Basriut, sepse është rregull dhe formulë e jetës. Formulë e jetës. Për ata vëllezër ndërmu unë e thash para do dite, janë të privum, vallahi, për flas me sinqeritetin më të madh. Është I privum secili që vetes ja ka bë haram mos me prezantu në dersa dhe në mësime. Sepse këtu I kitë gatshme edhe kitë mbledhne ynyren dhe atë mazën e krejt mësimeve që dikush është dash me grumullu pe krejt librave që baja gjithë kohë gjatë të smundesh as titut me avlexu aty në librave. A më kuptoni? Atë është I privum shumë ai I cili e ka bë veten hirman, e ka bë veten ja ka bë vetes haram me përfitu nga dia. Andaj çka thotë Hasan el Basriu? Hasan el Basriu thotë kështu të vëllezër. Lejse l'imanu bitamanna. Imani nuk është dëshirë. Imani nuk është dëshirë. E as nuk është zbukurim. Por thot Hasan el Basriu, imani është ma aqarra fil qalb, ajo që ka nxon vend fuqishëm në zemër. Veç I kaq? Ja. Pastaj thot wa sadaqahu el amel. Dhe ato që është mërana në zemër e ka vërtetu vepra dhe e ka vërtetu e jashtëmi e njeriut. Që ky mësim vëllezër ndërmu, u mendoj se është për mësimeve më të rëndësishme që na kemi mundësi me ndëgju. Sepse që ky na nxjerr bluff, na nxjerr hapur, na nxjerr pa mask, na nxjerr pa arrit, na madje me e mashtru edhe veten tonë. Se na po e mashtrojmë veten tonë. Shpesh herë po e mashtrojmë veten tonë. Po vallahi. Mu më tha para do ditën I vlla këtu, për një anën tha po do me investu diçka. Thash po, cila është tregtia tina? Më tregoj se tregtia tina është komplet, domethënë komplet është tregti haram. Komplet e ka tregtin haram. Thash mos ja merr parat o vlla. Mos ja merr parat. Me pas tregtin që ka shumica e tregtisë është halal, ka dhe ka pak haram, gati që s'po mund pështon kërkush, marketi madh, sheta diçka tjetër e kështu me radhë, pak më ndryshe. Apo komplet tash haram, mos ja merr. Thash se ai përmes çësoj pune, nëse kur gjë nuk ban, ai ka me e amnestu veten e tina. Edhe ka me nejt komod edhe rahat, ka me thonë ja kum dhon filani do parë I ka çun xhami. Edhe moj dert nuk ka me pas ato çka ban. Shpesh herë vëllezënum na pa arrim me e kamuflu veprimet tona, punë tona. Shumë prej punëve të këqija të cilat muslimanë sot I kanë, besimtarët sot I kanë, nuk arrin me e ndi trishtimin e tyne dhe peshen e tyne për shkak se mbi to ndërton diçka e cila është e bukur dhe diçka e cila është e mirë. E pastaj krejt menesh ka po ne bajnë që të po Allah, mos më manej. Andaj është e nevojshme ndonjëherë me qit veten tonë para vetes tonë. Edhe me thonë qëre që imani po thot që këj burri madh, po thot nuk është vish pse po duhen e me kanë. Nuk është vish pse une gjinda në filan veni. Po imani po thot është thellë në zemër. është thellë në zemër, e pastaj ajo që është thellë në zemër, treguesi I saj është vepra, nga se nuk ka mundësi me pretendu diçka e me kon e kundërta e asaj që gjendet brenda vetes tonë. Andaj imani është e thjeshtë. Imani nuk është filozofi, imani nuk është dogm, imani nuk është grumbull I fjalëve që folëm edhe në fund dalëm edhe thonë a këtë njëjtë be kakum. Vallahi nuk janë njëjtë. Se janë njëjtë vëllazë jam thënë. Nuk është kjo se na duhemi përjashtu dikan, jo vallahi na thirrëm secilin. Amo është shumë e nevojshme me e ditë, për atë arsye vëllazë ndrum. Nuk është fe. Ajo që nuk ka kufi që njëri del jashtë asaj. E keni pa për shembull të tjerët kur flasin, ja që këta shumë mirë se këta. Jo, po nuk është feja ajo. Nuk është feja që nuk ka vija të kuqe. S'është feja, nuk është besim pastaj. Andaj edhe tek çështja e imanit, nuk është iman ai I cili nuk provohet pastaj me gjëra praktike. S'është iman. Nëse nuk janë nënshtron provave.
që kjo duhet me rezultu me qitan. Në qoftë se që kjo nuk po rezulton, është dikon një problem. Edhe është dikon një defekt. Andaj kanë thonë disa për djetarëve një provë shumë thjesht që ata kanë përmen, pa hy në detale, kanë thonë, kërë kanë po dikan të falë, edhe aj gjatë faljes tina, s'po është i koncentrum, s'po është i përqendrum, leviz, e ke po dikan namaz, si të shesh namaz, e shesh që dikan e shesh që aj namaz është e shesh ti me trup namaz, amo në krejt levizjet e ti e shesh që ku me dit ka i komet, e të kalzon prej jashtë, kalzon që aj me hitë si ka namaz. E kër i kanë po djetarët për para, njerëz të tillë kanë thonë lau khashiat qalbu hadha la khashatil jawariha. Ka thonë qoftë se do të përulej zemra e tij në namaz, ka thonë do të përuleshin edhe gjymtyrët e tij. Po zemra s'është e përulne, s'janë gjymtyrët e përulne. S'munesh vëllai. S'munesh. Dritën e kam përpara, nuk jam të i pa shumë, kështu që mos më gjykoni apëtan. Po nuk mundet njerit në ders edhe në telefon. S'munesh me kuptu o vëlla. S'munesh vallaj. S'munesh, ma ditë djetarën të kalumën kër kanë volë, kanë thonë me dhej s'ban me lu, ato gjamiën se në konë shtrume me tepia. Me dhej ka thonë s'ban me lu, me ata gurales të në tukë. A du që njeri shkan lu me që ato ka thonë s'ban me lu. Sepse zemra dhe mendje do të me kotë përqendrume, ti i flet, a i së ngënë. Qërë ka mundësi me dalë në fund, me rezultate dhe me në hutbe vllajnë i shumë, vallaj në hutbe, po e përmeni shpesh, sepse po më dhem shpirti, ju për njerëzve që nuk janë derset dhe të namazut, për njerëzve të në lotë gjamis, janë 5 vaktet, në hutbe me telefon dorë. Po ku ka mundësia me përfitue, me pas bereqete, zemra nuk u përull, në momentin që nuk përullet zemra, s'përullen gjymtyrët pastaj, nuk përullen pastaj gjymtyrët. Andaj kanë thonë, shqyqa, zemra ka thonë e ka një lidhje, që kjo zemër, në qoftë se është e përullën, ka thonë të regojnë gjymtyrët e trupit. Gjymtyrët e trupit, andaj imani, vëllezër ndërum, është ai i cili ka, do me thonë, ka provë. Çka është imani? Për një bashkangjit asoj që tha ma herët, kanë thonë djetarët, imani nuk është fjalë boshe e cila thuhet, e as nuk është dëshirë, por imani është thellë i ngulitur në zemra dhe pastaj dëshmi e saj është ajo që e dëshmojnë veprimet tona. Imani ka hakika, imani ka dëvërtet, por imani ka vërtetësi e cila është në zemër. Definicioni imanit të në vëllezër është se imani është ajo që njeriu e ka i etikad në zemrën e tij, e flet gjuha e tij dhe e dëshmojnë gjymtyrët e trupit. Nëse njëna për qytyne nuk plotësohet, është e pamundur pretendimi i imanit. Po flasëm për diçka shumë konkrete. Janë do derse që janë të nevojshme dhe të mira sa ato të na shtojnë vullnetin, na shtojnë kujdesin e kështu me radhë. Po janë do derse tjera të cilat janë bazë. E cilën cilën po flasëm, kjo është bazë në vëllezër. Andaj ka thonë awalan, pra e para për tyne, imani është ai i cili është i rënjosull thellë në zemrat tona. Ai që është i rënjosur thellë në zemrat tona. Madje, domthon për definicioneve të cilën e kanë thonë imani pra ai që e ka njeriu në zemrën e tij, e vërteton pastaj gjuha dhe e vërtetojnë edhe gjymtyrët e trupit. Argument për këtë është fillimisht Kur'ani. Kur'ani të vëllezër ua mohon imanin atyre të cilët e kanë thonë me gojat e tyre e nuk është rënjos imanin zemrat e tyne. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, qalatil a'rabu amanna. Janë ardhur disa beduin te pejgamberi dhe i kanë thonë amanna. E Allahu xhalla shanu pra i kanë thonë kena besu. Allahu xhalla shanu ju ka thonë atyne kul lam tu'minu. Thuaj atyre ju s'keni besu. Ju nuk keni besu. Walakin kulu aslamna. Thuni atyne ju ka thonë. Sigurisht kjo është ekskluzive për Allahun subhanahu wa taala, sepse ai i din brendësinë, kjo nuk na takon neve.
Por Allah subhanahu wa taala po na tregon këtë rast se ka mundësi njëri me e shpreh diçka e me mshef veten e tij diçka tjetër, ose me pas dëshirë me kon mu'min, besimtar, a mos ka arrit hala, sepse imani hala nuk ka arrit me nxon vend zemrën e tina. Allah subhanahu wa taala e ka thonë, thuaj ju s'keni besu, hala s'keni besu. Kulu aslamna, thuaj jemi dërzu. Po. Jemi dërzu po. Amo imani është një dimension tjetër pastaj. Imani është një shkallë tjetër pastaj. Imani është një diçka e cila kur të zën vend në zemrën e njerit e ndron komplet të brendshmën e njeriu e pastaj si rezultat i saj ndron edhe e jashtëmja, edhe e jashtëmja ti. Pastaj ajetet që të flasin për muqaranatul imanu bil amal as-salih. Afrimi ose bashkimi i imanit me punët e mira. Thot Allahu subhanahu wa taala, innal ladhina amanu wa amilu s-salihat. Ata të cilët kanë besu dhe kanë bë vepra të mira. Kanë besu dhe kanë bë vepra të mira. Po thuaj se është e pamundur me gjetë në Kur'an imanin pa e bashkangjit edhe punët e mira. Madje në mbi 50 vende në Kur'an ka ardhur bashk imani edhe punët e mira. Për me tregu si s'mune dikush me pretendu iman pa i shoqëruar me punë të mira. S'ka mundësi. Nuk shkon. Sepse puna e mirë është rezultat i imanit. Imani domosdoshmërisht ka me prodhu punë të mirë, s'munet ndryshe. E çka ndodh, kemi me pa pak më vonë. Ata, është domosdoshme që besimtari ta kuptoj këtë. Pastaj Allahu subhanahu wa taala na thotë se çore, ju po keni qef do punë me mri do shkollë, po ato nuk mrihen me dëshira. Madje interesant është se këtu domethënë Allahu xhaleshanu i ka përmend besimtarët bashkë me pasues të librit. Besimtarët i ka përmend bashkë me pasues të librit për me tregu se ndo punë keni mundësi me kon bashkë se ata. Thot Allahu subhanahu wa taala, leysa bi amaniyikum wala amani ahli alkitab. Thot xheneti dhe të mirat e xhenetit nuk mrihen me dëshira. S'mrihet me dëshirë. Se te ke fundit do punë dunjas nuk po i mrina veç me dëshira. Pse vëlla kërkosh nuk e lën me thon po du me pas para ma veç me nejt. Pse s'ja ban kërkosh ashtu. Janë dunja lodhet fort, e angazhohet fort, e i merr masa të mirë, e shtrëngohet fort, ama kur puna për xhenet, kur puna për sevape e ka veç në grumbullin e dëshirave. Andaj Allah subhanahu wa taala po thot as për ju as për ehlil kitabin. Xheneti nuk mrihet me dëshirë. Veç me pas qef, s'mrihet. Por pastaj Allahu subhanahu wa taala thot, men ya'mal su'an yujza bih. Mirë po dijeni se kushdo që ban keq, ai ka me u ndëshkume ta. Ka me marr dënimin e asaj të cilën e ka bë. Mirë vëllezër. Kur po flasim për imanin dhe po tregojmë se Allahu subhanahu wa taala po na tregon se ai është i domosdoshëm që të jetë prezent në zemra. E duhet pastaj të shoqërohet edhe me punët e jashtme. A duhet ta kuptojmë një gjë e cila është shumë e rëndësishme. Pse dallojnë besimtarët mes vetin punë? Pse dikush është shumë i kujdesshëm për namaz, dikush e ka dert për nxon safin e parë, dikush e ka dert fort apo jep as po jep, dikush e ka fort dert mos po bën ai haram. Është çështo. Dikush tjetër që ty bashkë me ta është edhe ai edhe atina me bën vakia, me ja cenu dikush imanin ose besimin, prishesh me ta keq. Amo kur ti shish do punë, ja Allah. Që ditësh qysh edhe që ky po thot unë du të njëjtin xhenet, edhe që ky po thot të du të njëjtin xhenet. Është problem është. Është problem puna qitina, edhe puna qitina janë të pakrahasueshme njëra me tjetrën. Amo të dyt janë në të njëjtin thirrje ose në të njëjtin lini të paktën deklarativisht. Atë neve na vini mësim shumë i madh për imanin vëllezër. Shumë i madh.
E ky pastaj është i domosdoshëm, sikur na tek çështja e parë atje. Ajo është bindja jonë dhe besimi jonë se imani jezidu wa yanqus. Imani shtohet edhe paksohet. Nuk është një tërësi e cila është e pandryshueshme. Se ka do të tjerë që le thonë imani është i pandryshueshëm. Iman, çaj. Imani shtohet edhe paksohet. A kuptove tash pse po vjen zër mos u namaz sabahit? A kuptove tash pse kur po vjen puna me ik dhe harameve me gesht s'po mund ik? Imani është çaq i dopt, saqë edhe çat forcën e gishtit s'mund ta lëviz. A kuptove? Kuptove kur ti rrugës opton pse nuk arrin veç pak shikimin me largu manej. Jo kryt, po veç shikimin. S'ka nevojë kryt me ul. Shikimin. A kuptove pse nuk mund na pa fol për njëri tjetrin, pa vogë gibet për njëri. A kuptove pse nuk mund na mi fal njëri tjetrin? E kështu me radhë, pafundësisht. Sepse forca e imanit është e dopt. Ajo thirr, po zoni saj nuk mrin me depërtu edhe nuk mrin me e diktu veprimin tonë. Po më në shembull kështu pak po mendoj nga jeta jonë. A keni pa për shembull vëllezër ndum, janë do prind se kanë autoritet të madh ndaj fëmijëve tyne. Ka autoritet të madh. Fëmijë hiç nuk ka nevojë. Hiç nuk ka nevojë as me fol, as me thon as kurrë. Fëmia e din çka duhet atë çka s'duhet. E mundet me gabu ndonjëherë. A mundet me mshej fort. Mos me ditë edhe mi përmisu. Po me bova kia me marr vesh ai fëmia se është ka sillet prindi që aty dikun. Ja, ti dy janë me adhona s'mundesh me qu, s'mundesh me qu nga bim. A është ashtu? Janë do tjerë do prind të cilët me kon që aty fëmia e ngon. Po mas ysh gale se ka. A ka që shtu? Ka dhe kështu. Janë do tjerë cilët farë do të me folë fëmijës për mi bind. Ma bre. E ka do tjerë që edhe kur i folë a i thët në djath, a i në shmajt. A i në shmajt, a i në djath. Qëto e në realitetit. E parafërta, qështo? Qështo është imani, vëzni jëmëtën? Imani dikuj cili është i fuqishëm në zemër. Valoj nefsja, po pëtë vish me shku menja me boket zgudzan. Pra me bova kia, po pëtën, me kom pak ma i dëp, si cilët imani, si t'ja kujtën imani dë pun, a nalet. Janë do imana, po pëtën, që farbe i flet njërit, ma bre më se banë. Ma bre, amo nuk arrin e imani me kon autoritativ. Imani nuk arrin me kon i furt. Në zemër sa që me fort të të full dikun është të ngën. Pra e hëndë imani, apo pëtën, imani dhe të kështuaj të këndërtën. Se e kam posht dhe aleanca ti me shejtanin dhe me nefsin ka arrit me mposht autoritetin e imanit. Andaj, cili është imani jun? Cili është imani jun? Pse imani jo nuk pa arrit me na leviz për do pun? Pse s'po në arrit me na nalë për do punve tjera? Ka ra imani, ka ra niveli i forcës edhe indikimit të imanit. Andaj Allah subhanahu wa ta'ala thot, li e zdadu imanin ma imanim, ma ashtu aty në imanin, mash me imanin e tyre që të regon se imani shtohet edhe paksohet. Shtohet edhe paksohet, e kjo është një për mësime të mëdha, që pastaj besimtari duhet me pas një fokus të veçant, një kujdes të veçant, me i bo prova vetës, me i bo vetës. Bani prova vetës. Këta që merren me sport e me, ata e provojnë, apo muj me qu qikaq, po muj me qu qikaq, po muj me nga qikaq, po muj me nga qikaq, po ja valla për para muj shama shumë, tash jam lodh diçka. Apo, ja valla kum hangër shumë, tash ke hangër diçka shumë, e ke ranu me diçka. Ja, sa të mësë mund, s'po më livriti, se kum hangër ma shumë, ke hangër ma shumë. Ose ke hangër, tash në aspekt imanit, ose ke hangër haram ma shumë, ose ke ngarku ma shumë, ose ke pa diçka që së dasht, ta ka ranu imanin. Sën të leviz imani, mo. Sën të leviz imani. Në njëri provan imanin, vëzër. Nga se kuptën se imani shtohet edhe paksohet. E pejgamberi alayhi salatu wasallam na ka treguar në shumë hadithe pra të vërtetat e imanit se ai është domthon dëshmi dhe ai ka mundësi të vërtetohet
dhe nuk është një qenie pandoshme. Andaj the pejgamberi el imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Dhe pejgamberi imani është 70 e kusur deg. Ma e larta është la ilaha illallah, e ma e ulta pe ty në ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasallam është largimi i një pengese për rrugë. Me vogla imanit. Tash imagjino për shembull kur imani nuk arrin tek besimtari me e shqu edhe në diçka që është shumë formale me largu një pengesë për rrugë. Çikaq. Ato një përmendin shpesh, e keni pa do të vorrët. A keni pa do të vorrët që nuk arrin as durt me i qu, me bodoa të vorrët. Keni pa? Domthon imani tyne den çat shkallë kam rri, saqë ata nuk arrin as çështjen më formale për me tregu se janë musliman edhe durt me i qu. As ato s'arrin me ba. Çikaq është. Ata imani ose e tash imagjinoni do imane çka ju bojnë do njerëzve, dhe i ku i qojnë me punu, çfarë punë që qojnë me punu do. E do tjerë deri në qiton nuk e qojnë apëtan. Andaj ka thënë pesam, pe la ilaha illallah deri tek largimi i një pengese nga rruga apëtan. Andaj imani të ndërlazën, pra vërteta këtë sa është se imani lën gjurmë dhe ka gjurmë në t'jashtmen e njeriu. Ne do të vëllazë në hadith, që është pe haditheve të frekshme shumë. Pe haditheve të frekshme shumë. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ka thënë pejgamberi nuk ndodh zinaçari me bë zina e ai me pas imanin në momentin që ai bën zina. Ka shku imani. Sepse po të kishte iman, nuk kish me pranu, kish me ja diktu atje, e kish me i fol pranarit, pra njerit, kish me i fol ati me thonë që ke punë është e pa pranushme. E pastaj djetarët janë të mendimit të gjithë, se këtu nuk bëhet nefjul iman bil kamil, nuk bëhet mohimi imanit që a i bëhet kafir, përveç nëse e lejon, por kanë thonë yanqus ose nefjul iman kamil, atina i mohohet imani i plot, nuk e ka imanin e plot. Nuk e ka imanin e plot. Se s'mundet dikush me pas imanin e plot e me e leju imani me ra në gjunahin e caktuar. Në këtë rast me ra një prej gjunave më të shëmtume, një prej gjunave më të trishtume që dikush ka mundësi me bë. S'mundet me ndodh. Andaj imani për paska lidhshmëri të hatashme me të jashtmen, me ato që njeriu e ban. Njeriu e ban. Andaj edhe Imam Buhariu kur domon në librin e tij kur përmend thot babul el imanu el qawlu wal amal, imani është fjalë edhe është vepër. Dhe tash e pam në vëllezër se imani ka vend në zemër dhe është ai i cili domosdoshmërisht është i lidhur me të jashtmen tonë. Pastaj prej atyne shtyllave të imanit ishte edhe deklarimi me gojë. Sheikhul Islam ibn Taymija thot, wa qad ittafaqa al-muslimun. Thot Sheikhul Islam ibn Taymija janë unanim të gjithë muslimanët se ai i cili nuk e thot shahadetin, ai nuk është musliman. Ai i cili nuk e deklaron shahadetin, ai nuk është musliman. Është domosdoshme deklarimi i shahadetit. Të paktën siç kanë thënë dietarët, të paktën një herë në jetën e tij, sepse përndryshe është e pamundur që të vërtetohet imani në zemrën e dikujt i cili nuk arrin me e shqiptu dhe me e deklaru shahadetin. Dhe zëndëru, e kuptuam se imani është në zemër, ai ka lidhshmëri të madhe me punët dhe veprat dhe është domosdoshmëri e shqiptimit të shahadetit ose deklaratës e cila tregon për imanin dhe për besimin. Allahu subhanahu wa taala na sjell disa ajete kuranore për më na tregu dhe zëndrum praktikisht se çysh i bie dhe çysh duket një njeri i cili pretendon se ka iman. Thot Allahu subhanahu wa taala: Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli. Më të vërtet, besimtar, pra posedues të imanit,
janë ata të cilët kanë besu Allahun dhe dërgumin e tij thumma lam yartabu. E pastaj nuk kanë dyshu në këto të cilën e kanë besu në brendësinë e tyre. S'kan dyshu. Problemi i madh dyshimi. Shumë problem. Problemi i madh, sepse kur thojmë ka besu Allahun dhe dërgumin e tij, hajde të përkthejmë në praktik çush i bën ka besu Allahun dhe dërgumin e tij. A ka mundësi me besu Allahun dhe dërgumin e tij e mos me besu fjalët e Allahut dhe dërgumit të tij? A ka mundësi me thonë kemi besu Allahun dhe dërgumin e tij e mos me u ndalu në ndalesat ku Allahu subhanahu wa taala ka ndalu dhe i dërgumit të tij? E kështu me radhë. Por ato të cilën ka ardhur pastaj si rezultati i kësaj është e domosdoshme si pranim dhe si zbatim. Pastaj Allahu subhanahu wa taala thot, pastaj nuk kanë dyshu. E pastaj thot Allahu subhanahu wa taala wajahadu. E pastaj kanë bë xhihad, kanë luftu, janë përpjek, kanë bë çka është dashur, çka është kërku prej tyre. Me çka thot Allahu subhanahu wa taala bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Janë përpjek me e vërtetu imanin e tyre, besimin e tyre, kur është kërku qoftë me pasuni, qoftë me shpirtat e tyre, me trupat e tyre, me ato që është kërku. Pra, ka iman, besim, pretendim edhe ka dëshmi të qati imani. Për ata vëllezër nderuam, kur besimtari ballafaqohet dhe para vetes së tij ka opsione dhe zgjidhje që kërkohet me ia dëshmu Allahu subhanahu wa taala besimin edhe imanin e tij. Që të e ka një tregti haram, që fiton shumë. Që të tjetër e ka një tregti halal, po që fiton ma pak. Nashta shumë ma pak. Kjo është sprovë. Me vërtetu imanin dhe besimin tanë. Që të lypen do para me dhanë, që të lypen do para tjera me dhanë. Ka jep njëri. Mati njëherë njanin e pata i pa do të para kësa shumë për një farpune edhe tash elhamdulillah Allah se nuk në ka bo edhe lësë Allah që të mos abaj kur nga ata cilët janë të pamëshirshëm për njerë sepse pasunia është punë e dhemshme mos me në dikush që jep tash hajtë se so kush jo, hajtë që e pasunia është punë e madhe edhe i dhaj do para për një farë projekti dhe thash Allah shpërblet thash po tra këgja shumë me dhanë adin farforme edhe u nalej djali sa i ha letha mos e përmend wallahi behojsa pasha zotën ka pas natë për një natë e ku marrë gjitë 20.000 euro për një natë dhe ku marrë gjitë 20.000 euro sa i shkon sa u kondi pa udhëzum njerëzit thonë edhe bajnë edhe sakrifikojnë edhe munojnë krejt veç varet ku edhe qysh e qëta për caktan imani të vynë që të më hakmer sepse nefsi, ego krejt e lypin ama imanit thët jep maja pak ma qik nejbre kanë ngën e këpëtani vlasni Allah subhanahu wa ta'ala thot inna alladhina amanu ata cilët kanë besu inna mel mu'minun pra me të vërtet besimtar ata cilët kanë besu Allahun dhe dërgumin e tij pra që kjo nuk ju mbetet veç pretendim që kjo ju mbetet dëshmi e vazhdueshme në çdo moment që aty në ju kërkohet me e dëshmu imanin dhe besimin o vëllezër nderuam kur është hera e fundit që ne ja kemi dëshmu Allahut imanin dhe besimin ton kur është kërku diçka prej neve dhe nefsi dhe lakmia dhe dëshirat tona kanë kërku diçka tjetër ama ne kena dhënë përparësi Allahut dhe dërgumit tina që kjo është prova qoftë me pasuni qoftë me angazhimin ton, qoftë me veten ton, me çka do të jetë. Me çka do të kërkohet prej neve. Innamal mu'minun. Thot Allahu subhanahu wa taala, me të vërtetë besimtar,
e Allahu subhanahu wa taala. Janë ata të cilat idha dhukiru wajilat qulubuhum, kur aty ne jau kujton, kur aty ne jau përmend, kur aty ne ju flet ajetet e Allahut, kur aty ne jau përmend xhenetin, kur aty ne jau përmend xhehenamin, kur aty ne jau përmend siratin, kur aty ne jau përmend varrin, kur aty ne jau përmend madhështinë e Allahut, madhninë e Allahut, Zotit të shtatqiejve, kur aty ne jau kujton këto, nuk rrin me arrogancë ata. Wajilat qulubuhum, zemrat e tyre përulen dhe me përqendrimin dhe koncentrimin më të madh presin çka po na thot Allahu subhanahu wa taala. Amo ti thua ajet, ti thua hadith, hala pa e kryti fjalën ai ta bjen nei laf politika, sportat, ku po diun, halo pa e kryti muhabetin, halo pa e kryti punën, halo pa e thon ajetin, halo pa e thon hadithin, ai kalon me një diçka tjetër, sikur ato të cilën po e nin s'ka lidhja, s'ka rëndësia, s'është e rëndësishme, apo problemi është me dëshmu imanin dhe besimin e tij. Problemi është apo dhe Allah subhanahu wa taala, innamal mu'minun, me të vërtet besimtarët e Allahut subhanahu wa taala janë ata të cilët idha dhukira Allah, kur ju kujtohet aty në Allahu subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, zamrat e tyre përulen për Allahut subhanahu wa taala, wa idha tuliyat alehim ayatuhu, e kur aty ne u thu ajetet e Allahut, zadatuhum imana, ju shtohet imani o vëllai. Me qësës na ushtohet imani me ajete, qësës na ushtohet imani me hadithe, qësës na ushtohet imani me kujtim botës tjetër, qësës na ushtohet imani me këqitu. Me çka ka më na ushtu imani? Me çka ushtohet imani vëllai? Se çat iman tani ai me ta diktu punët edhe veprat edhe fjalët, edhe veprimet edhe urrësat edhe ndalesat e kështu me radhë. Ndërsa dëshmia e imanit edhe e besimit në zemrat tona, pastaj thot Allahu subhanahu wa taala, ma wa ala rabbihim yatawakkalun, e pastaj si rezultat e kësaj sa kur kuptojnë madhështinë e Allahut, ata i mbështeten vetëm Allahut subhanahu wa taala. Alladhina yuqimuna as-salah, e pastaj si rezultat e kësaj sa reflektimi i parë i shtimit imanit dhe i mbështetjes në Allahun është se falin namazin. Namazi punë e madhe vëllai. Namazi është punë e madhe. E falin namazin. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dhe për asaj që Allahu ju ka dhënë shpenzojnë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. E shpenzojnë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, ulaika humul mu'minuna haqqan. Çita thot Allahu subhanahu wa taala janë besimtarët e vërtet. Andaj thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, amurukum, do ju urdhëroj juve bil iman billahi wahda, me besimin e Allahut subhanahu wa taala, shahadatu an la ilaha illa Allah, në shahadetin dëshminë se nuk ka zot tjetër pas Allahut subhanahu wa taala, wa iqamis salat wa ita'iz zakat, për argument nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se imani dhe dëshmia ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe besimi ndaj tij nuk është thjesht pretendim, por është punë praktike që besimtari e bën në jetën e tij. Ndaj lutim Allahun subhanahu wa taala vëllazëndrum, se Allahu na mundsoj që ta kuptojmë punën e imanit, e ta kuptojmë pastaj se investimi më i madh që dikush për neve ban është imani. Kur po flas investimi, është investimi në lexim, është investimi në dëgjim, është investimi në ecje dhe në shkumje dhe në prezantim aty ku shtohet imani. Pra me po projekt jetës aty ku na shtohet imani dhe besimi dhe nështimin dhe Allah subhanahu wa taala. Unë po besoj se ata cilët janë kanë umrën e fundit që kemi bë, ata kanë mundësi me dëshmu se çka i bën me investu me shtu imanin. Çka i bën me shtu imanin? E pyetni, ju kisha lut me i pyet ata të cilët janë kanë se çka i bën para se me shku në umre edhe masit të kthehet njëri. Po e marr një prej shembujve. Pyetni secilin që kujdeset për namazin, çka i bën kur falet 5 herë në xhami edhe çka i bën mos më fal 5 herë në xhami. Pyetni ata të cilët investojnë në kohë, në lexim të Kuranit, në mësim, në meditim. Pyetni ata të cilët prezantojnë në vende ku rritet imani, shtohet imani, e nuk kujdeset askush për imanin, pos atyne që Allahu subhanahu wa taala wa dën të mirën. Ata të cilët janë eulija të Allahut, ata të cilët janë miq të Allahut, e Allahu subhanahu wa taala miqtë e tij nuk i lën në gjendje të rënd, nuk i lën në humbje, nuk i lën në falimentim të imanit dhe të besimit tyne, por u ashton ata sepse si rezultati i saj ata i kthejnë madhnimit Allahut subhanahu wa taala, e nënshtrimit Allahut xhalla shanuhu, e investimi në iman
është investimi të ndërlëzër i cili garanton fitore, garanton sukses, edhe pse suksesi mundet mos me kon momentan. Sepse ne nga natyra kemi qef me njëherë me fitu. Çka do që të ka diçka si periherë, me njëherë jemi të gatshëm në investim ta. Imani është garanca e pa asnjë dilemë se investimin ta është fitore e pa krahasueshme ditën kur kanë me u shfaq çmimet e gjërave të cilat i kemi pagu në jetën e kësaj bote. Allahu na shtoft imanin. Allahu subhanahu wa taala na boft ata që të jetë thellë i ngulitur në zemrat tona, gjuha jon ta shqipton ata me kënaqësi dhe me krenari, e pastaj veprat tona të jenë dëshmi e rënjosjes dhe e brymosjes së këtij imani në zemrat tona. Hadha wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.